Përshëndetje, dashur miq, jemi këtu me parashkrimin e datës 29. Data 29, si ditë e diel, që është dita e diellit, duket se kemi një aktivitet planetar, që do të thotë Saturni në dashje formon një gjashkëndës me Plutonin në ujor, ku një kënd që na përgatit të përfaqësojmë ndryshimin e madh, ndryshimet të rëndësishme, dhe kjo bën pjesë e ditës, e karrierës, e ndryshimit të madh, dhe kjo do thotë asaj që ndryshimit të madh që do të kemi. Por disa gjëra janë mjaft pozitive dhe tepër ideale në lidhje me punën, lidhje me karrierën, lidhje me ndryshimin, lidhje edhe me vendimin të rëndësishëm që do të marrim. Çështje specifike që funksionojnë vetëm në mënyrë më të dobishme, që përfitojnë shumë shenjat e zjarrit dhe shenjat e ajrit. Shenjat e zjarrit që është dashi, luani, shijetari. Shenjat e ajrit, binjakët, ndikim më i madh peshorët dhe ujorët. Ka një ndikim fantastik, ka një ndikim që do të thot mundësi, do të thot rëndësi në atë çka bëhet dhe mundësi të arta që do kenë tani e tutje. Kjo do të thotë shumë gjëra ndryshojnë, shumë gjëra arrihen. Por para se të fillojmë parashkrimin e kësaj dite kaq të rëndësishme të ditës së diel, unë ju rikujtoj edhe një herë për gjithë juve të shikues të dashur, kudo ndodhen në Shqipëri apo në diasporë dhe jeni në kërkimin e parashkrimit të detajuar, atë duke klikuar në www.astrologu.al